Të nderuar të pranishëm, shpresoj që po kaloni bukur. Keni me patjetër se me të vërtet këto ansamble konkurruese sonte na sjellën emocionin nga të gjitha trevat shqiptare, gjithandej ka janë. Me këtë ansamblin do të thotë Shqiponia nga Saraj Shkup, me prezantimin e tyre dhe faza konkurruese e ansambleve përfundoi, e lusim jurinë profesionale të bëjnë tërheqjen dhe për të bërë vlerësimin e ansambleve. Natyrisht se nuk do të kanë të lehtë, se me të vërtet ka pasur shumë ansamble cilësore të cilët kanë performuar sonte para jush. E ne, deri atëherë, natyrisht që do ju sjellim një program, mirë po qëndroni me ne, se kurora e këtij festivalit janë vlerësimet dhe çmimet, do të thotë, që do i sjell juria natyrisht para juve. Ne e ftojmë një këngëtar të madh për t'ju argëtuar juve sonte, një këngëtar të folklorit shqiptar, mund të them lirisht një legjend e gjallë e folklorit shqiptar i cili ka bërë vrag në kulturën tonë, jo materiale apo shpirtërore, siç e quajmë shpesh, me këngën e tij të mirëfillt shqipe folklorike. Para jush të nderuar të pranishëm do të ftoj Enver Batlllavën.